Shteti ka cënuar familjes Shkambi të drejtën që ligji i njeh pronarit të pasurisë për të gëzuar dhe disponuar lirisht sendet brenda kufive të caktuar nga ligji. Me 10 familje shqiptare, shteti u ka cënuar haptazi të drejtën e pronësisë dhe i ka lënë të vriten me njëri tjetrin apo i ka lënë të përpëliten me dekada byerve të gjykatave derisa u ka ardhur shpirti me dal ose kanë vendosur të braktisin gjithçka e të largohen nga ky vend. Por sërish vrasja një gjyqtari nuk është zgjidhja dhe as forma se si të rivendoset në vende drejta. Pasi Astrid Kalaja nuk ishte përfaqësuesi vetëm i këtij sistemi drejtësie, po shkaku kryesor që ishte mohuar kjo e drejtë familjes Shkambi. Ishte një prej gjyqtarëve që nuk po i mohonte të drejtën e pronësisë familjes Shkambi, por thjesht vendosi mirë apo keq që familjet që janë aty pa titull pronësie të mos paguanin gjobën e vendosur nga përmbarimi për pengim të zbatimit të urdhrit të ekzekutimit. 26 gjyqtarë, 10 prokuror, 4 ministra, 5 kryebashkiak jo vetëm që nuk i dhanë zgjidhje, por e ngatruan më shumë një histori pronësie të familjes Shkambi dhe strahimin e 31 familjeve që ishin futur aty përkohësisht në vitin 1992.